Një ditë pasi doli në balë të protestës për të shpalosur planin antikushtetues ku kërkohej krijimi një qeverie teknike jo partijake me mandat 12 mujor, Dritan Goxha u shfaq sërish sot para kryeministrisë, por këtë herë pas podiumit të fjalimeve. Megjithatë, projektin e përforcoi sërish një tjetër organizator i protestës, Edison Lika, i cili theksoi se kërkesat e paraqitura të hënën do të lexohen çdo ditë poshtë zyrës së kryeministrit. Tërheqjen e panegocueshme të kryeministrit dhe çiçën e ri. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partijake për jo më pak se 12 muaj. Sigurisht që kërkojmë edhe ndryshime kushtetuese, si dhe miratimin e tyre me referendum, ndryshimin e kodit zgjedhor që ka marrë peng të dhënë prej 2008-s, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike, kufizimin e ushtrimit të detyrës për kryeministrin, asnjë kryeministër nuk mund të rrijë më shumë se 2 vite mbush 2 mandate në pushtet. Edhe Luciana Koka, një tjetër organizatore, tha për Report TV se këto kërkesa tashmë shtylle protestës janë propozim i të gjithë grupit koordinues, por që ende nuk ka lider. Është një numër fleksibël, është rreth 40 vetave që mund të jenë një ditë më shumë, një ditë më pak, që mundohemi që të kujdesemi për mbarvajtjen e kësaj gjës. Pika do jenë ato, patjetër që mund të përpunohen, ne normalisht që do konsultohen edhe me ekspertat fushave. Në ditën e 24 të protestave të nisura me zvërnecin e të kthyer kundër të gjithë klasës politike në vend, kur mbullimi në sheshin Skënderbej nga udhëheqësi i marshimit Arben Kola nuk kaloi pa incidente. Kjo nënë e re me fëmijën e saj në krah mori mbështetjen e qytetarëve të tjerë kur ju shfaq e revoltuar organizatorëve se ata janë përgjegjës pse protesta po bie dhe se me romujën e krijuar përzun edhe emigrantët. Jo, këta po na mbledhin dhe po na tallin. Sa të vazhdoj ai? Edhe sa një ditë. Filloj pastaj pyetoj plazhin ç'duke njerëzit se s'kan faj ose janë lopë. Në fjalimet e qytetarëve në Tubim, sërish u artikulua largimi nga sheshi i të gjitha palëve politike. Të gjithë ne këtu që jemi në shesh, nuk jemi për asnjë parti politike. Nuk jemi kundër asnjë shteti dhe nuk jemi as për përkraje dhe kundërshtim fetare.